Pas të ndeshjeve të luajtura në mesjavë, kampionati i kategorisë së parë rikthehet sërish këtë fundjavë me duel të javës së 28, një javë që pritet të jetë vendimtare për shumë skuadra, sidomos për ato që luftojnë për mbijetesë. Në mesin e tyre është edhe Kuksi që të dielën do të ketë përpara një tjetër sfidë të rëndësishme dhe delikate, teksa do të udhtojë drejt stadiumit Redi Maloku për të përballur me Kastriotin. Për Verlindoret, kjo transfert ka peshën e një finale të vogël, ndërsa fitoria e marrë javën e kaluar ndaj Lushnjës ka qenë ndoshta suksesi më i rëndësishëm i skuadrës në javën e fundit, jo vetëm për vlerën e 3 pikëve, por edhe për ndikimin psikologjik që ka sjellë brenda grupit. Aktualisht Kuksi ndodhet vetëm një pikë larg zonës play-out, çka do të thotë se gara për të shmangur rënien direkte mbetet plotësisht e hapur. Ndryshimi më i madh te Kuksi duket se ka ardhur pas mërkatos së janarit. Lëvizjet e bëra gjatë dimrit kanë sjellë më shumë cilësi, më shumë alternativa dhe mbi të gjitha më shumë besim tek skuadra. Përforcimet e afruara kanë ndikuar jo vetëm në aspektin teknik, por edhe në rritjen e konkurrencës së brendshme, duke bërë që grupi të reagojë ndryshe në këtë fazë vendimtare të sezonit. Pikët e grumbulluar në javët e fundit janë dëshmi se skuadra ka nisur të japë sinjale pozitive dhe se objektivi për të qëndruar në kategorinë e parë nuk duket më aq i largët sa disa muaj më parë. Pas fitores ndaj Lushnjës, besimi është rikthyer se Kuksi mund të luftojë deri në fund për të siguruar qëndrimin edhe për një tjetër sezon në kategorinë e parë.